Kandidatja për deputete e Partisë Demokratike Senada Mehmeti zhvilloi një vizitë në lagjen ikonike të Gjuadolit, e shoqëruar nga drejtuesi politik Luciano Boçi, deputetja Greta Bardeli dhe kandidati për deputet Kliti Hoti. Nga bisedat me qytetarët dhe bizneset familjar të zonës, u trajtuan problematika që rëndojnë jetën e përditshme në këtë zonë, me rëndësi të veçantë historike dhe kulturore. Rrugë të paasfaltuara, pedonale të dëmtuara, ndotje, mungesë mirëmbajtje, zhurmat e normave të lejuara dhe ndërhyrje që rrezikojnë autenticitetin e arkitekturës tradicionale të Gjuadolit. Kandidatja Senada Mehmeti theksoi rëndësinë e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe nevojën për një qeverisje që respekton qytetin dhe qytetarët. Ai u zotua për një politikë të ndershme që nuk rreshtohet me pushtetet e harresës, por me qytetarët e Shkodrës që kërkojnë dinjitet dhe zhvillim. Për gjitha këto problematikat që ne kemi hasur në këtë zonë, e cila është lënë në harresë, në këtë zonë e cila po shkatërrohet dita ditës, duke e hequr çdo ditë nga një kolon me qëllimin e vetëm për ta rënuar dhe ta shkatëruar këtë zonë, dua t'ju bëj një thirrje, mos lejoni që kjo zonë të vazhdojë të rënohet dhe të shkatërrohet. Por votoni Partinë Demokratike dhe Aleancën Patriotike që të vazhdojnë rindërtimin e kësaj zone dhe riktimin e dignitetit jo vetëm të Shkodrës, por edhe gjithë Shqipërisë. Votoni Partinë Demokratike.